Detajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me vdekjen e papritur të këngëtarit Shpat Kasapi, duke ndryshuar versionin që qarkulloi fillimisht në media. Sipas informacioneve të fundit nga familjarët, raportimi se artisti ndërroi jetë në skenë gjatë një koncerti nuk qëndron. E vërteta është se Shpati ndodhej në Itali me familjen për një kontroll mjekësor të djalit të tyre dhe jo për performancë muzikore. Tragjedia ka ndodhur në banesë ku po qëndronin. Mësohet se këngëtari ishte ndjerkesh dhe në momentin që bashkëshortja e tij ka dalë jashtë për vetëm pak minuta, kur është kthyer e ka gjetur atë pa shenja jete. Shkaku dyshohet të jetë një arrest kardiak, pavarësisht se më herët ai kishte pasur vetëm shqetësime të vogla me zemrën. Kjo ngjarje po bëhet edhe më e dhimbshme nga fakti se historia po përsëritet. Raportohet se dhe babai i Shpatit ishte ndarë nga jeta saktësisht në të njëjtën moshë, 40 vjeç, dhe nga njëjta arsye, duke vulosur një fat tragjik për familjen Kasapi. Lidhur me ceremoninë mortore, bëhet e ditur se ende nuk ka një datë të saktë, pasi dhe familjarët janë në pritje të procedurave. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se humbja e jetës së Shpat Kasapit ka prekur thellësisht showbizin shqiptar, por jo vetëm. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.